YPS. Marina Vjollcën e zës syri i keq, i grisen pantallonat super të ngushta në javën e modës në Milano. Moderatorja e njohur shqiptare, Marina Vjollca, ka ndarë me ndjekësit e saj disa pamje nga sfilata e Elisabetta Franchi Fashion Show, Milano. Ajo u shfaq me një stil tërësisht të zezë, duke kombinuar një xhaket lëkure krokodili me një korse të ngushtë dhe pantallona të ngjitura pas trupit, por në një moment ajo që ra në sy nga postimi i fundit në Instagram. Ishte një detaj që ajo vetë e theksoi, për syrin e keq, shkroi moderatorja, duke treguar grisjen e pantallonave në një moment as pak të përshtatshëm. E megjithatë, pavarësisht këtij momenti, Marina u komplimentua për elegancën dhe paraqitjen e saj në eventin prestigjioz të modës në Milano, Itali. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.